28 vjeçari në Tiranë thyen arestin shtëpiak dhe dhunon mjeku në mes të rrugës. Një 28 vjeçar është arrestuar nga policia pasi kishte thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe kishte dhunuar një mjek. I ndaluar i shtetasi Elton Halili, 28 vjeç. Nga verifikimet e mëtejshme rezultoi se ishte me masë siguri arrest në shtëpi për veprën penale dhuna në familje. Po ashtu policia thotë se ky shtetas gjithashtu është autori dyshuar i 3 vjedhjeve dhe një i kanosjes të kryera gjatë muajit shkurt. Gjithashtu rezulton se ky shtetas më datë 1/2/2026 ka kanosur shtetasin DD në banesën e këtij fundit. Mëtej dyshohet se Halili në datë 8/2/2026 ka vjedhur një banesë në Ysberisht, ndërsa në datë 10/2/2026 ka vjedhur në 2 kompani në rrugën e fshatit Prush, njoftimi Tiranë. Finalizohet operacioni i koduar eksponenti për kapjen e autorit dyshuar të 7 rasteve të veprimtarisë kriminale, theu masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe dhunoi një mjek për shkak të detyrës, ndalohet 28 vjeçari në kërkim. Ky shtetas gjithashtu autori i dyshuar i 3 vjedhjeve dhe një kanosjeje të kryera gjatë muajit shkurt. Menjëherë pas kallëzimit të një shtetasi se për shkak të detyrës mjek ishte dhunuar në rrugë nga një shtetas, shërbimet e komisariatit policisë numër 6 organizuan punën për lokalizimin dhe kapjen e autorit. Si rezultat, në kuadër të operacionit eksponenti u ndalua shtetasi H, 28 vjeç, i cili nga verifikimet e mëtejshme rezultoi se ishte me masë siguri arrest në shtëpi për veprën penale dhuna në familje. Gjithashtu rezultoi se ky shtetas më datë 1/2/2026 ka kanosur shtetasin DD në banesën e këtij fundit. Mëtej dyshohet se shetasi H më datë 8/2/2026 ka vjedhur një banesë në Ysberisht, ndërsa në datë 10/2/2026 ka vjedhur 2 kompani në rrugën e fshatit Prush. Punohet për zbardhjen dhe dokumentimin e të gjitha veprimtarisë kriminale në cilën mund të jetë përfshirë shtetasi e H. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.